Bizneset në vend kërkuan më shumë kredi gjatë 3 muajve të parë të këtij viti sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë. Kjo u bë e ditur në raportin e vërtetimit të aktivitetit kreditues, ku ndër të tjera rezulton se kërkesa e lartë për kredi u raportua në segmentin e biznesit të madh për çdo lloj qëllimi i përdorimit të kredisë. Sipas Bankës Qendrore, rritja e kërkesës për kredi nga biznesi i madh u mbështet nga nevojat më të larta për financimin e investimeve dhe inventarëve të kapitalit qarkullues. Nga ana tjetër, standardet e kreditimit për bizneset në vend mbeten thuajse të pandryshuara në 3 muajorën e parë të vitit 2026, pasi ato u raportuan pa ndryshime në kredit për biznesin e madh dhe në kredit për financimin e investimeve. Ndërsa tek segmenti kredive për biznesin e vogël e të mesëm dhe në ato për mbulimin e nevojave për likuiditet, standardet u lehtësuan disi. Banka e Shqipërisë nënvizon se kërkesa për kredi e bizneseve pritet të rritet në 3 muajorën e dytë të vitit 2026, si në terma të madhësisë së biznesit, ashtu edhe në terma të qëllimit të përdorimit të kredisë. Nëse për bizneset kushtet e kreditimit mbeten të njëjta për 3 muajorën e parë të këtij viti, kushtet dhe termat e përgjithshme për kredit për individet u lehtësuan gjatë muajve janar, shkurt, mars, vetëm në segmentin e kredive konsumatore, ndërkohë që mbeten të pandryshuara në kredit për blerjen e banesave. Lehtësimi i kushteve të kreditimit u shkaktua nga aplikimi i marzheve më të ulta mbi kredit normale, nga shtimi i madhësisë së kredisë dhe nga zgjatja e maturitetit në kredit konsumatore. Nga ana tjetër, shkalla e miratimit të kredive për individet u raportua në rënje në 3 muajorën e parë të 2026-s, sipas Bankës së Shqipërisë, ku njëherësh nënvizon se në periudhën prill-maj-qershor, bankat presin që kërkesa për kredi të jetë e lartë, si për financimin e konsumit, ashtu edhe për blerjen e banesave.